Pak me situatën e ndërtimeve, teksa është ndalur gjithësisht ditët që flasim sa i përket besimit në ekonomi. Ndërtimi ka pasur një rënje më të madhe, vetëm industria duke se është optimiste, por edhe ndërhyrja e qeverisë në treg për të ulur çmimet. Çfarë po ndodh aktualisht? Si e keni parë dhe tashmë miratimin i cili erdhi para disa ditësh javën e kaluar në Mosgaboj për ndërhyrjen e qeverisë për çmimet 5% që nga 15 që qeveria shqiptare e çoi në 5%. Si ka ndikuar gjitha këto, paktën tek sektori ndërtimit? Ndërtimi ndër vite janë të shumë që po flasim, e kemi përmendur disa herë që është një sektor që ka pasur një dinamicitet shumë të lartë, pra ka qenë me një rritje të vazhdueshme, por kjo rritje vazhdueshme e kërkesës, sidomos në zonat të caktuara të Shqipërisë, nuk është shoqëruar me domethënë kërkesa ka qenë anemike, kurse oferta është rritur shumë më tepër. Këtu më vjen në mendje Tirana, që jepen me satarisht mbi 1 milion euro, mbi 1 milion metra katror në vit leje ndërtimi, por që në realitet ne shikojmë rritjet e popullsisë reale që ka qenë relativisht anemike. Kështu që në të tilla kushte themi që ky sektor rrezikon që të ketë një flus spekulative. Është përmendur disa herë dhe depërtimin e ekonomisë kriminale në sektorin e ndërtimit. Nisma e fundit e qeverisë për kalimin për rivlerësimin e pronës dhe duke paguar 5% dhe jo 15% kur bëhet shitje transakcion final, është një mundësi e mirë nga ana, domethënë për sa i përket qytetarëve, që të kenë mundësi që të mos paguajnë shumë taksa apo ndikon sa të pak në pjesën e formalizimit të ekonomisë apo formalizimit të shitjeve. Ajo që ka ndodhur sigurisht pjesa nëse mund ta quajmë si një amnisti për vlerësimin e apartamenteve, kanë qenë në mënyrë të vazhdueshme. Kjo fundit është përmendur shpesh dhe ka kohë që flitet dhe në një farë mënyrë sipas disa analizave nga agjencitë e ndryshme imobiliare llogaritën rreth 5.000 apartamente që ishin për të shitur, pra ishin në prag të një shitje, por që prisin të aprovojë ligji dhe të publikohet në pletorin zyrtare. Kështu që kam përshtypjen kjo aprovimi i fundit nga ana e qeverisë ka bërë që rritja e ofertës do të jetë shumë e madhe nga sa ka qenë në periodat e kaluara dhe ndoshta kjo mund të çojë në një reduktim të vogël të çmimeve në treg, sidomos impakti gjithsesi do jetë në Tiranë. Pra kjo lidhet me Tiranën, Muço, jo me Bregdetin. Unë ka përshtypjen që Bregdeti ka një specifik krejt tjetër. Në Bregdet përveç shqiptarëve blejnë shumë edhe të huajt, në një pjesë të Bregdetit, ku të mbjet mendja Vlora, Lezhë, Shëngjini e tjerë. Kurse Bregdeti, nëse do shikojmë atë vijen elitare, ku ta diun dhërmi, mare të tjera, përveç vlerjes nga anë të huajve, kemi edhe depërtimin gjithsesi të parave, të krimit, të korrupsionit, të këtej, janë investime elitare, kështu që situata aty është pak më ndryshe, ndoshta më tepër se sa me rivlerësimin e pronë lidhet ngushtë edhe me pjesën e drejtësisë. Kështu që impakti kryesor do jetë në Tiranë.